Në Kosovë, zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vučić hapi fushatën për zgjedhjet parlamentare të Serbisë që mbahen më 16 mars, duke i siguruar serbët lokal se Beogradi do të garantojë sigurinë dhe mbijetesën e tyre në Kosovë. Serbët e Kosovës pritet të marrin pjesë në këto zgjedhje me mbështetjen e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Besim Abazi. Zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot në Leposavić, një komunë me shumicë serbe në veriun e Kosovës, se Serbia do të sigurojë mbetjen dhe mbjetesën e serbëve të Kosovës. Ai tha se vetëm një Serbi e fuqishme dhe respektuar në botë mund të mbrojë më së miri interesat e serbëve në Kosovë. Komentet e tij ishin pjesë e fushatës për zgjedhjet parlamentare të Serbisë që mbahen me 16 mars. Beogradi pret që nëpërmjet Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë të mundësohet përfshirja e serbëve të Kosovës në këto zgjedhje. Prishtina zyrtare tashmë shpajtuar që qytetarëve të komunitetit serb që kanë dy shtetësi të mundësohet votimi, por vetëm nëpërmjet organizatave ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri serb u bëri thirrje bashkëkombësve të tij që të përfshihen në zgjedhje për ndihmuar ndërtimin e një Serbije të përparuar. Garantujem vam, niko neće ugroziti ni vas, ni vašu decu. Ju garantoj që askush nuk do t'ju kërcënojë juve dhe fëmijët tuaj, qëndrimin tuaj në Kosovë, dhe këtë nuk e them vetëm për juve që jetonin veri të Kosovës, por edhe për serbët në zona tjera, tha ai, duke shfaqur se që shpreh mirëkuptim për shqetësimet e serbëve. I svašta su radili i svašta će da rade protiv nas. I hapšenja naših ljudi. Gjithçka kanë bërë dhe gjithçka do të bëjnë kundër nesh. Arrestimi i njerëzve tan pas 12 ose 15 vjetëve për kindse krime lufte, sikur të mos e kenë ditur se çfarë ka ndodhur më herët dhe qartazi nuk ka ndodhur asgjë, tregon që dikush po i friksohet fuqisë dhe bashkimit të serbëve. Përgjigjja jonë duhet jetë e pjekur dhe e guximshme, tha ai, duke nënvizuar se këtë çështje do ta hedhë në tyrezin e bisedimeve në Bruksel që pritet të vazhdojnë gjatë këtij muaji. Kosova dhe Serbia pritet të vazhdojnë bisedimet në kuadër të përpjekjeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve, megjithë faktin se ky vit është periudhë e zgjedhjeve për të dyja vendet. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i tha sot se Kosova synon një pajtim ndërmjet të dyja palëve, por për këtë, tha ai, duhen disa hapa. Hapi parë duhet jetë Serbia do të implementojë gjitha marrëveshjet të cilat ne e kemi arritur në Bruksel deri më tash. Me që ka një përpjekje që të ketë shtyrje në implementimin e marrëveshjeve. Hapi i dytë është Serbia do të shpërbëjë të gjitha strukturat ilegale të sigurisë të policisë në veri të vendit, me që këto struktura si institucione janë mbyll, po ka dhe matutje njerëz të cilët operojnë nga shtëpi private dhe të cilët e ushtrojnë funksionin e njëjtë. Këtyre veprimeve, tha ai, duhet të ushtrohet edhe njohja e sovranitetit të Kosovës dhe në fund vendosja e marrëdhënieve diplomatike dhe njohja e ndërsjellë. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me të, me që kjo është kusht për përparimin e saj drejt integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.